por që është i fortë e mundësh me i merr në dorë, ata gjithë e dinë. Me 44 ndeshjeve kishte 41 fitore. Është ky bokseri shqiptar nga Joniku, Haxhi Krasniqi, i cili arritet të krijojë famë dhe të ketë publik edhe shqiptare edhe gjerman. Mirë po ajo që na intereson neve është jeta e tij private. Ai dikur ishte në lidhje me Miss Gjermaninë. Se çka ndodhi pas një viti e kuptojmë më së miri nga vetë ai. Unë boksoj që 9 vjetë, edhe kam 4 ndeshje, 41 fitore. Në 2011 e kam marrë titullin e Evropës në WBO. Kam boksu për titull internacional, edhe ata kam fitu. Është ky Haxhi Robin Krasniqi, bokseri kosovar nga Joniku, i cili me talentin dhe arritjet e tij ka bërë simpatizuese dashamirës shqiptare gjerman, e ka motivuar shumë të rinj të nisin rrugën që ai ka përshkuar tash e sa vite. Shumë herë është bërë faktor në mediat shqiptare dhe ato gjermane, shkak i fitoreve që i kanë sjellë luftra të ndryshme. U kryua këngë për të, e madje u shpall edhe njëri ndër meshkujt më seksi shqiptar. Por lajmi i fundit që po zgjonte një tjetër kurreshtje ishte lidhja e tij me Miss Gjermania 2013, Caroline Neuding. Haxhi Krasniqi, ekskluzivisht për emisionin prive, ka zbuluar gjithçka për ish të dashurën, që nga momenti kur janë njoftuar e deri tek arsyeja e ndarjes së tyre. Në mbrëmje boksit aty ka boksue Robert Stiglitz kundra Artur Abraham. Aty e jemi njoftu, edhe domethënë prej atij momentit jemi kuptu shumë mirë, kemi pas një kohë shumë të mirë dhe ajo ka pas shumë termine, po pas çdo termini ajo or prap të unë. Edhe aty domethënë një vit kemi pas me të vërtetë një kohë shumë të mirë, po në fund nuk shkoi më shumë. Pavarësisht se po ecnin mirë që të dyja, Krasniqit ju desh të zgjedh në mes dashurisë dhe karrierës. Lidhja me Miss Gjermaninë është konë, domethënë, në vetëm një vit, jemi konë me to bashkë, që një muaj jemi nda, kemi met, domethënë, si shok. Unë ju kam dashur që të koncentrohem më shumë karrierës, ajo koni çik shumë e mirë, ka bërë edhe shumë për mua. Po në fund, domethënë, filloi stresi se ajo nuk jetoj kënë vend ku unë jetoj, unë nuk e kisha kohën që të shkoj ku ajo jeton, domethënë, edhe të marrë shumë udhëtime. Kështu që e kam marrë vendim që unë t'ja kushtoj kohën, domethënë, karrierës tem. Siç ka thënë ai moçmi, sa më larg syve, aq më larg zemrës. Edhe për Krasniqin, largësia u bë shkak i ndarjes së tyre, duke mos lënë hapësirë për ndonjë rikthem të mundshëm. Ai jetoi domethënë në Hanover, unë në München, 600 kilometra, një largësi shumë e madhe, ose domethënë me udhëtu çdo fundjavë nuk e shisha të arsyeshme, kështu që u pajtum dikur me këtë punë. Kur ta marr një herë një vendim është shumë zor me u kthy në atë rrugë atë. Ndarja e tij me Carolinën qëlloi me një situatë jo fort të këndshme, një periudhë ku jeta private dhe karriera po ballafaqoheshin para fatit të Haxhi Krasniqit. Është hera e parë tash që të e dho, domethënë, që po kallëzoj që nuk jam me to bashkë, edhe shumë tjerë nuk e kanë ditë, domethënë, se para ndeshjes, janë konë 2 javë para ndeshjes, normal që nuk ishte një kohë e mirë për mua, edhe nuk i kam kallëzu as familjes, as trajnerave, as kërkujna, për ku pas shef, domethënë, s'do isha që kërkush më fol në atë drejtim, kisha qef ta kryej ndeshjen teme me sukses, e kam përfunduar, domethënë, ndeshjen me shumë sukses, jam gëzuar shumë, edhe tash nuk të e marrë edhe shumë vesh, domethënë, tash mundem ju kallëzue, krejt është në rregull. Haxhi Robin Krasniqi i rikthehet gjendjes së mëparshme. Ai përsëri gëzon statusin single. E për këtë nuk mërzitet fort pasi ka dikë që kujdeset për beqarinë e tij. Gjyqe ma bëj kësa herë kur isha në Kosovë, atë mërë se e kom gjetë një qik një atë shkojmë takqirin. Edhe i thësha, okej, ajtë gjyqe se shkojmë. Nuk i kom konë kur jo, po nuk më isha mja prish. E sa do t'i qëndroj besnik statusit të ri bokseri Krasniqi? Ma me menja ka me shku edhe një kohë, herdesa dhe gjoj
Dikon, unë e dashurona pak shumë zërë ndikon, po dashurona atë du me konë një, du me konë që e du dhe që i besoj. Kur vjen ajo nuk i dine. Haxhiu tashmë është rehabilituar nga kjo situatë dhe po i përkushtohet me të madhe punës, karrierës dhe realizimit të ëndrave të mbetura. Ëndra jeme është të bohem kampion i botës, e ta bie dhe titullin e botës në Kosovë ose në trujet shqiptare. Dhe më thonë, une e kom pasë qka dhe populli jam po pret prej meje, qfar përkrahje kom prej tyne, kështu që e kom një obligim shumë të madhe. E atë obligim du me pru dhe më thonë dhe në fund. Du me punu, që një ditë dhe më thonë ta shijaj si kampion i botës. Shpresojmë që në një të ardhme të afërt ta gjej fatin e jetës, e gjithashtu urojmë që Krasniqit t'i realizohet ëndra e të bërit kampion i botës.